Tensionet mes Shtetet të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit po thellohen ndërsa presidenti Donald Trump ka mbrojtur hapur ndërhyrjen ushtarake dhe ka deklaruar se operacionet po japin rezultate për tepërçmërive. Gjatë një takimi me drejtues të teknologjisë nga Shtëpia e Bardhë, ai krahasoi performancën e ushtrisë me notën 15/10, duke cilësuar situatën në terren si shumë të favorshme për SBA-n. Sipas tij, strukturat drejtuese të Teheranit po dobësohen me shpejtësi, ndërsa arsenali i raketave balistike iraniane po goditet vazhdimisht nga sulmet ajrore. Trump përsëriti argumenti se ndërhyrja ishte domosdoshme për të ndaluar, siç u shpreh ai, projektet e Iranit për të siguruar armë bërthamore. Ndërkohë, përplasjet ushtarake janë zgjeruar edhe në zona të tjera strategjike. Raportohet se një nëndece amerikane ka goditur një anije luftarake iraniane pranë brigjeve të Sri Lankës, ndërsa shpërtime dhe sulme të reja janë shënuar në disa pika të lindjes së mesme. Presidenti amerikan theksoi se fushata e përbashkët ajrore me Izraelin do të vazhdojë pa ndërprerje. Sipas raportimeve, në ditët e para të operacioneve është goditur dhe udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei, së bashku me figurat e tjera të larta të strukturave shtetërore. Megjithatë, administrata amerikane po përballet me kritika të brendshme pasi kundërshtarët politik argumentojnë se arsyetimet për nisjen e luftës kanë qenë të paqarta dhe kontradiktore. Ata kujtojnë se gjatë fushatës elektorale Trump kishte premtuar shmangjen e konflikteve të reja ushtarake. Pavarësisht debatit politik, presidenti ka lënë të kuptojë se strategjia nuk do të ndryshojë, duke deklaruar se SBA-ja do të vazhdojë përpara, ndërsa rajoni mbetet në një situatë të brisht sigurie dhe me rrezik për përshkallëzim të mëtejshëm.